Rreshtet e fundit të shiut po konsiderohen të favorshme për zhvillimin e mbjelljeve pranverore. Ekipi ynë ka qëndruar sot në terren, saktësisht në zonën e çërimit, ku ka takuar bujkun Hejredin Kastrati. Ai u shpreh se temperaturat aktuale të shoqëruara me rreshje krijojnë kushte të mira për disa kultura pranverore, ndonse temperaturat e ulta mbeten shqetësuese. Megjithatë, sipas tij, kjo periudhë me rreshje është më favorshme për bujqësinë. Ndryshimi i klimës sot, do të thonë shpo shihet me tërheqjen e qiellit, është mirëseardhën për fermerët, sidomos për lavërtarinë, do të thonë për mbjellrat e misrit, kush ka mbjell. Po vetëm shpresojmë që temperatura ult mos zgjat, sa është e dëmshme për misrin, ndërsa për grurin është edhe kjo është një bereqet shumë i mirë i tërheqjes e shiut, pasi që shumica fermerëve dje kanë shpërndar edhe plehin kimik për herë të fundit për grurin, edhe është faza optimale për plehin. Edhe normalisht këto tërheqjet kanë ndiku pozitivisht. Shpresojmë që të vazhdojnë të jenë në këtë sistem, këtë standarde që janë, po vetëm shpresojmë që temperaturat mos vazhdojnë kështu të ulët për shkak të përmisrin është shumë e dëmshme. Po shiu është shumë i mirë në këtë moment që ka ardhur në këtë kohë, pasi që janë kryt shumica e të mbjellrave të misrit. Besojmë që edhe të tjerë që kanë mbet pa mbjell të arrijnë sa më parë mbjellin. Mes tjerash, bujku Kastrati tregoi edhe për kulturat që kanë mbjell këtë vit. Si vjet kemi të mbjellra domethënë si zakonisht në grër edhe misër, megjithëse si vjet misër kemi më shumë për shkak që vjeshta ka qenë shumë e lagët, nuk kam arrit me mbjell grurin as sa duhet. Dikon rreth 80 hektarë kam me grën, edhe misri kam dikon rreth 47 afër 50 hektarë misër. Ai bëri të ditur se shumica bujqve që posedojnë toka të mbjella nuk kanë sisteme ujitjeje, prandaj varen kryesisht nga rreshjet atmosferike. Nëse këto rreshje vazhdojnë, ata presin rendimente të kënaqshme gjatë këtij viti. Bujqit presin të herët kur hinë me mjell, presin për me pas sukses, po këtë varet prej kushteve klimatike, pasi që na shumica i kemi tokat pa ujitje, edhe kjo ndikon domethënë te misri varet prej treshave atmosferike. Nëse do të ketë tresha ko paskoshme ose që është e favorshme për bimën e misrit, do të ketë sukses në prodhimtarinë e misrit, po këtë varet prej natyrës, nuk është faktori njeri. Tash edhe ndikon edhe faktori njeri, kushtet që ka mbjell dhe sa ka investu në ato, po këtë mbi të gjitha është kushtet atmosferike, domethënë mbi natyra, çka na ofron natyra e presim. Shpresojmë që të vjen ashtu që shkim qef. Megjithatë, sfidë për bujqit mbetet rritja e çmimeve, veçanërisht ajo e naftës, por edhe plehrave kimike, të cilat kanë shënuar ngritje të konsiderueshme kohëve të fundit.